Në Itali kur ikat zoti Gjekmarkaj? Unë kam ikur në fillim të vitit, në fund të vitit 96. Në fund të vitit 96? Po. Dhe pastaj iket për studim apo iket si emigrant? Jo, ikas si emigrant, po e kuptova që e kam vështirë ta bëja me gjithë respektin për çdo emigrant, mirëfilli emigrantin, për shkak se e kam bërë gjitha punët. U nisë si emigrant? U nisa pastaj. Ku shkuat? Po në fillim shkuam me anije në Brindisi. Me anije kështu nga këto pirate? Jo, peshkaregja, ato edhe... Po klandestin? Klandestin. Ke ikur klandestin në Itali, e? Natyrisht. Nga Shëngjini? Nga Shëngjini. Wow! Pastaj kemi ndenjë një farë kohën e Pisa. Po? Ku pa isëm me dokumenta, fillova pas një viti. E bërë një foto besoj atje? Kam bërë disa foto. Atje të kulla? Po atje kam punuar 40 ditë në fakt. Ku ke punuar 40 ditë? Duke hapur kanal 46 ditë. Aty kam bërë dokumentat e parë në Itali, praktikisht kam marrë përmesun. Te kulla e Pisës? Permesso di soggiorno që... Po jo, prit, mos i thuaj ka shpejt, se mua po më pëlqen shumë kjo historia. Se ke rrëfyer në njëherë këtë? Jo, se kam rrëfyer, po prit tani. Pyetur, por si morator aprendiz, si morator fillestar dhe paguesha 46.000 lek në ditë. Ke punuar si morator, ë? Aty morator nuk me besonin për qenë një morator i denj, por si nxënës morator, hapja kanal, ndihmoja moratorët dhe... Në 96 gjithmonë ke? Po, e kam bërë këtë punë për rreth 45 ditë, 46 ditë, dhe pastaj e kam braktisur. Kam filluar punë të tjera, derisa gjeta rrugën dhe u regjistrova në Universitetin La Sapienza. Po pse te kulla e Pizës? Po aty u vendosëm, në Pisa, atje na quan, na lanë Jo, sakonin. puna si që ke hapnin kanal, pse? Se mos lëvizte më kullare. Jo, nuk mbaja kullën si Herkuli, po isha aty sepse na quan atje, jetonim një kamp që mbaj nga shteti italian. Jetoj në kamp, ë? Po, dhe për të bërë dokumenta duhet gjej një punë. Edhe ajo punë mua afru në atë kohë, nuk e përbuza, kuptohet me shumë dhimbje fizike se s'isha mësuar. I kishe duar të buta? Të bën me kallë? Të buta, mu bën me kallë, më dhimbje gjithë trupi, ditë e parë nuk doja shkoja farë në punë, me shtynim kushinjtë e mis, këndo digjeshin dokumentat, si përfundim ju binda fatit, shkova e bëra dokumentat. Ti djalë fshatit tani, si ke bërë punti atje në Lezhë? Po s'kam bërë kurse, printe me kishim mbajtur, donin që... Pas kam mbajt me pekule? Pa e sa kishin mundësi, po donin që unë vetëm të studioja dhe jo si kishin qëllimin që unë të besha ndonjë intelektual, paso kohë ishte komunizëm, më të shpëtoja kooperatives. Edhe të ikja nga... Dhe të zbeja si punë në shpi? Po praktikisht s'kam bërë asnjë punë. Po sa fëmijë jeni në shtëpi ju? Jemi 2, motra ime që është mjeke dhe unë, motra është 4 vjet më e madhe. Kush i bën punën në shtëpi se po më çudit tani? Barrën e ka mbajt nëna ime në shtëpi. Heroina? Po, ndërsa jetesën e ka përballuar e matë, kuptohet, ishte peshkatar. Dhe nga Pisa pastaj ku kaluat? Pastaj nga Pisa kam punuar për një kohë në zonën e Markeve, afër Ankonës në një fabrikë që prodhonte plastik. Kam bërë kamarierin derisa gjeta rrugën dhe shkova regjistrova në universitet. Ku? Në cilën universitet? La Sapienza të Romës dhe... Direkt La Sapienza? Ndikimi në fakt... I patër zëpthumi që unë të beja këtë. Se unë e kisha përgati si pyetje, po? A i ju ndihmoi? Unë kam patur fatin që kur isha student të rria shpesh të hylli dritës nga që kisha lidhje fare fisnore. Po? Me Aurel Plasarin e patër zëpthumi dhe ishte ambient që kujtoj gjithmonë me një, e quaj si fat, si puthje nga fati që kam patur të rrinë atë ambient tillë, të rritëm kulturalisht në ambientin e hyllit dritës. Dhe erdhit me takonte dhe me tha që kjo jetë që bën ka kuptim tha vetëm qoftë se ke një qëllim më të lartë, dhe qëllimi më i lartë justifikon çdo punë që mund të bësh, sepse për të jetuar në këtë mënyrë ti mund të jetosh në shtëpinë tënde, sepse gjërat minimale nuk të mungojnë. Pavarësisht që Shqipëria atyre viteve ishte ende më e varfër nga që është sot, me pak mundësi, por gjithsesi nuk është se vuaja për gjërat e vogla. Ka kuptim që të plotësohesh kulturalisht, të shkollohesh më mirë, të bësh një shkollë të vërtetë. Azë flumbi. Po, dhe kjo ka qenë ndoshta ajo shtytja kur ishit në Shqipëri? Jo, kjo atje në Itali kur erdhi me gjetja atje ku isha. A erdhi ai të gjetja atje? Erdhi me gjetja. Tani ju keni lidhje familjare me Azë flumin? Po kemi, sepse është Gjekmarkaj në mbiemër. Emri i tij ka qenë Prek Gjekmarkaj, por me koncilin e dytë pastaj me koncilin e dytë, kur koncili i parë
obligonte ata që i hynin me shtarisë të ndronin emrin si devocion ndaj Zotit. Për shembull, Gjergj Fishta nuk ka patur emrin Gjergj Fishta, ka patur emrin Zef Ndoka. Zef Pthumi e ka patur prek Gjekmarkaj, por ka zgjedhur këtë emër. Pastaj kur Koncili i dytë ndryshoi rregullat, nuk lindi më nevoja që ti ndryshonin emrat, por ndërkohë Patër Zef Pllumi e kishte. Do të thonë, ju po thoni që atë Zef Pllumi u tha që ti duhet të arsimohesh këtu në Itali. Duhet bësh të japësh vetes një kuptim intelektual me qenë se ti këtë qëllime ke tha dhe këtë brume ke. Ju konkuruat, garuat? Unë u regjistrova pastaj në Universitetin La Sapienza, vazhdova studimet, bëra gjithë dokumentacionin. Aplikimin. Isha mbaruar, çova diftesën në shkollës mesme, gjitha dokumentet në vetë ambasadës. Këtu diplomuat, mbaruat diplomuat? Po, jam diplomuar. Për çfarë këtu, letërsi? Po, letërsi dhe pastaj fillova universitetin atje. Po atje në La Sapienza për çfarë studiuat? Letër e filozofi gjithmonë. Letërsi italiane? Po, letërsi italiane. Tani, Zef Pllumi ju ndihmoi financiarisht? Po jo. Çdo ndihmonte financiarisht, ishte prift, nuk është se kishte ndonjë vetëm pjesa shpirtërore. Ai më ndihmoi me këshillën më të vyrë ndoshta të jetës që do ta bësh të kapërcimka, sepse unë nuk të shoh ty ka të suksesshëm, se nuk është turp të punosh, edhe nëse do punosh, por nuk të shoh që je i lindur për të bërë as muratorin, as kamarierin, as punëtorin e fabrikës. Por se nëse do e kishe këtë mundësi, puna është nder, çdo punë që do bësh. Por shoh që ti ke një brum tjetër, ke dëshira të tjera në sirtar, dhe këtu është vendi që ti mund të plotësohesh kulturalisht dhe intelektualisht. Tani, ma thuaj edhe një herë, çfarë të bie fiks atë Zef Pllumi, se thesh Gjekmarkaj? Gjekmarkaj është. Është kushëri i dytë me Timat. Kushëri i dytë i babait tuaj? Po. Si kushëri i dytë? Po kushëri si bie tani? Prindrit baballarët e tyre? Gjyshi im dhe gjyshim dhe babai Patër Zef Pllumit janë fëmijë xhaxhallarësh. Fëmijë xhaxhallarësh. Pas ke qenë me fat zotë Gjekmarkaj? Kam qenë me fat jo thjesht se nuk është ndonjë merit të kesh kushëri dikënd, por fati ka qenë që kur erdha unë me studime në Tiranë, ai aso kohë kishte pak 2 vite që kishte dalë nga burgu. Edhe rrethana të poqen që ta afrohesha, ta frekuentoja ambientin edhe prej profesor Aurel Plasarit, që aso kohë ishte i pari kryeredaktor laik i Hyllit Dritës, ishte një ndryshim i madh, ajo ishte një revistë shumë prestigjioze, edhe mendoj që ishte ambienti më i mirë kulturor që Shqipëria kishte aso kohë, i papërsëritshëm, dhe unë kam patur fatin disa vite të jem pranë tyre. Edhe ato me kanë ndikuar, dhe kur kam ikur pastaj nga Shqipëria kam patur gjithmonë të nostalgji dhe këto kujtime. Kështu që për të përgjigjur pyetjes tuaj kush jam unë jam një njerëz i zakonshëm si gjithë tjerët që ka anën e vet emocionale, ka dhimbjet e veta, ka trishtimin e vet, ka gëzimet e veta. Do vim këtu se nga smove më hape një gjë kaq të bukur që më pëlqej kjo e atë Zef Pllumit, zoti Gjekmarkaj, me vërtet jam shumë i kënaqur që jemi futur në këtë ulli. Është një lapidare dhe është bërë virale ajo që ka thënë atë Zef Pllumi që nuk e kam kuptuar asnjëherë se si një popull nxjerr kaq shumë rrugaça. Një popull kaq i vogël nxjerr kaq shumë rrugaça. Tani, jo, prit ta bëj pyetje. Ajo ka patur një sfond real historik, ka qenë një moment kur në rrugët e Shkodrës në vitin 1946 mësuesit e tij Atë Gjon Shtllaku, filozofi, Padre Fausti dhe Padre Dajani, 2 italian, por 2 prifta dhe profesorët e liceve të Shkodrës, ishin lidhur dhe rrugëve të Shkodrës bështyheshin nga njerëzit dhe këndoheshin këngët Hakmarrje e rinit dëshmorit Therret. Edhe në këtë si mund të bështyhni shkodranët? Nuk e di kush ka bështyr, por një pjesë e njerëzve aty bështynin dhe hillnin gjëra në drejtim tyre, mjafton të lexosh librin Ornon vetëm për më tregu për ta. Ai libri që çdo shqiptar duhet ta ketë. Një libër monumental. Duhet ta ketë dhe vazhdon ribotohet, se ka dalë një ribotim tjetër, do të thonë u habita sa ribotime ka? Është pa ribotu pafund, është ndoshta është libri më bestseller i këtyre 34 viteve në Shqipëri. Dhe aty ai arrin në konkluzionin është një thyrje, një moment dëshprimi ku thotë si ka mundësi që një popull kaq i vogël të nxjerrë rrugaça kaq shumë që elita e kombit
dhe njerëzit me vlerë që kishin më shumë Shqipërisë, më shumë se kushdo tjetër, trajtoheshin atë mënyrë u shkonin drejtare. Në fakt, kur të del aty në YouTube, ajo është, sikur e thot edhe për tani, deri te 46. Tani, në këto momente, vlen thënia e Padrës së Plumbit, se ti je politik tani. Shiko, sentencat kanë gjithmonë një vlerë edhe historike dhe aktuale. Sigurisht Shqipëria sot nuk është Shqipëria vitit 1946, është një Shqipëri me lirë, me plurale, me emancipuar, por ne s'do ta harrojmë kurrë historinë në mënyrë që mos historinë e keqe, sepse do ta kujtojmë historinë e mirë, do të marrim mësime prej saj, po historinë e keqe nuk do ta harrojmë vetëm me qëllimin që ajo kurrë mos përsëritet. Çfarë ke marrë nga Atë Zefllumbi? Ati yt shpirtëror. Shiko, ishte njëri pa zakon në formatin e tij, ishte fenomen kulturor, ishte një hero nga pikpamja karakteriale, sepse duroi 26 vite burgje. Unë nuk mendoj se i ngjaj ndonjë gjë, se s'kam asgjë heroike, nuk kam as për masën e tij intelektuale, kulturore, thjesht kam patur fatin të jem shumë afër. S'ke marrë asgjë nga ai? Po nuk duhet ta them këtë, nuk e di ne kam marrë ndonjë gjë apo jo, nuk më takon mua ta them, nuk kam fuqi ta përkufizoj veten në raport me atë. Ai ishte një monument do të derisa ishte gjallë, monument i gjallë dhe tani një monument dhe simbolike e asaj rezistencë, ju e thatë pak a shumë me fjalët tuaja, por kam bërë zoti Gjekmari që ka ca tendenca që duhet ta përdorsin edhe një figurë të tillë, nxjerrin në një gjë ndonjëherë kundër Atë Zefllumbit, ke parasysh një foto që donte ta rratisej, pastaj që jo ka qenë bashkëpunëtor i sigurimit të shtetit, do dhe aty në rrjetet sociale tinës me emra të fshehur dhe e sulmojnë. Ka bërë shumë përshtypje. Si mund sulmohet Atë Zefllumbi? Po, a pyete si ka mundësi që të ketë njerëz që bështynin mi Gjon Shtakun? Ka gjithmonë ky vend dhe çdo vend nxjerr le të themi negativitetet e veta dhe është ajo shprehja që rrufeja bie mbi lisat e gjatë dhe në këtë rast rrufet e tilla deri te agjentë sigurimi se i lexoja dokument. Rrufet e tilla të mediokritetit të smirës, të njerëzve që u thyen, që u përbalten, sigurisht që do bien mbi ata që qëndruan, mbi ata që krijuan modelin e virtytit, modelin kulturologjik, modelin e shqiptarit i cili i flet bashkëkohësisë duke ardhur nga historia. Përsëritim këtu, ke pasur një moment të vështirë gjatë jetës tënde në Shqipëri deri në 90-ën, pra gjatë regjimit komunist, me që ju pas keni pasur këtë lidhje edhe me Atë Zefllumbin, po edhe me të tjerë, sepse për hir të vërtetës besimtarët katolik janë goditur më shumë se çdo komunitet tjetër në Shqipëri. Po ne kemi qenë në periferi të zhvillimeve, kupton, kemi qenë po sigurisht që e kemi ndier peshën dhe ruheshim gjithmonë që në shkollë mos të flisnim për Quheshit të përsekutuar ju? Kemi qenë të prekur, nuk e di se si fjala që përdore së kohë nuk ishte i përsekutuar. Nuk ishte të preferuar? Jo, nuk do të kemi gjë tjetër, nuk përdore fjala i përsekutuar, ishte i prekur. I prekur. I prekur, e kuptoj, më kujtoi i prekur. Nga pikpamja letrare. Se çka kishit bërë ju që quheshit prekur? Po ja, lidhja me Zefllumbin, Xhaxhai nënës time ishte i pushkatuar. E Xhaxhai mamas? Ky Zefllumbi është nga baba kushri, nga nana kisha Xhaxhai në nënës pushkatuar, pra ishim në një. Po shkollën ta kanë nxjerrë apo? Po unë kam ikë 92-shin në shkollë. E ke ikur vonë? Kam ikur vonë. Po na e thuaj këtë. Do të çfarë bëre deri në 92-shin? Po isha gjimnazist. Në gjimnaz nuk më ndalonin dot që më shkoja. E do dhe mbarove gjimnazin në 92, jo, kisha përshtypjen mos e kisha mbaruar më herët. Pavarësisht se dukem nga thinja dukem më i vjetër, po jo se thash unë. 1990 them unë. Se mua më kujtua Marku i shkret që as i dha as drejtën studimit të çmon në ushtare. Unë në 1990 kam qenë 16 vjeç. Kjo gjimnaz dhe kam mbaruar në 92-shin gjimnaz. Zoti Gjekmarkaj, unë personalisht kam pritur shumë në politikë prej jush. Dhe e them këtë. Sepse niveli juaj akademik, intelektual, jo thjesht se jeni diplomuar në La Sapienza, jo, por e keni treguar këtë me shkrimet tuaj, me botimet tuaja, dhe thash edhe njerëz dua ta përsëris, por vlera juaj në fakultet ka qenë e tillë që unë prisjam shumë prej jush. Keni bërë disa kapërcime që
Nuk e di se si do t'i shpjegoni sot. Me Bashën kundër Bashës, kundër Berishës pro Berishës. Tani këto kapërcime si ndihet sot, si i shpjegon sot? Ka qenë një kohë e pazakontë, koha kur u përfshija në politikë, dhe ende më e pazakontë për Partinë Demokratike. As në ëndrrën më të keqe dhe në imagjinatën më të largët, nuk da kisha menduar kurrë që Partia Demokratike do përfshihej në një konjunkturë të tillë ndërkombëtare, në një konflikt të brendshëm, le të themi, me vetveten, dhe që do krijojë një raport i çuditshëm me mbështetësit dhe votuesit tanë nga gjithë kjo situatë. Edhe në fund prevalon ndoshta vetdia që Partia Demokratike është një aset që i duhet Shqipërisë, i duhet e bashkuar, i duhet e fortë, i duhet për të bërë ndryshimin. Dhe përfaqëson interesat e gjysmës së shqiptarëve, dhe ajo nuk e ka luksin as të përçahet, as të vetvritet, as të vetëzgjësohet, por i duhet kurajo për të dalë mbi pasionet personale, mbi qëndrimet e çastit, mbi algoritmet që provojnë emocionet, dhe duhet triumfojë ndoshta arsyeja e ftohtë dhe dëshira që të respektohet vullneti i shumicës, se në fund të fundit ju e dini shumë mirë që në demokracia numrat që vendosin janë shumicat që i japin portret dhe karakter një partie politike, janë ato që përcaktojnë kush është lideri, nuk janë ndoshta qëndrimet e izoluara intelektuale dhe shumë çka tjetër, por e vendos raporti që krijon vota ndërmjet individit dhe pjesës tjetër të një partie. E tha ta që embël aq but, po kështu, do të thënë nuk kam ndërmend ta them ndryshe sa do që të insistosh. E di çfarë, sa njoftova që është Agron Gjekmarka, tha pse më shkruanin disa, si kërceu këngën e Sali Berishës. Kjo është me humor, po unë do ta vëj një sekuencë aty se si kërcyet juve, dhe do doja dhe përgjigjen tuaja do doja me humor. Nëse ka, dhe unë detyrova që do ta bëj këtë pyetje. Ora zoti Gjekmarka, jo zoti Bardhi. Ora ty. Ja, jeni. Me audio të lutem se nuk dëgjohet? Ja, po është mirë edhe kështu. Është mirë edhe kështu. Okej. Ore kërcej e bukur ti. Çdo gjë ka një shpjegim. Pa na shpjego pak. Kjo ka qenë një festë e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Po? Aty ka qenë ora 1 apo 2 e natës, kam përshtypjen. Po? Ambientin tim. Kishit pirë? Jo. Pi normalisht, nuk është... I gotë verë? Unë nuk jam klerik që unë e pi i gotë verë gjithmonë, por nuk e teproj kurrë. Po? Po kush e filmoi aty? E kam, te nuk e di, nuk jam interesuar, por ka qenë një gjë intime, pastaj e pash, nuk pata ndonjë keqardhje, sepse... Jo, qeshe kur e pa? E kalova me humor, nuk është se u shqetësova shumë për këtë. Ka audio, lutem regjia, ka audio kjo? Zoti Gjekmarkaj, zoti Berisha ju ftoi të kalonit nga Partia Demokratike zotit Basha në rithemelim? Unë jam dorëhequr me 7 mars të vitit 2022, si në kryetari i Partisë Demokratike, ku kryetari së kohë ishte zoti Basha pas humbjes në zgjedhjet e pjeshme në qytetin e Shkodrës, në qytetet e tjera ku bën zgjedhje, ku Partia Demokratike zyrtare doli e treta praktikisht. Zgjedhjet e pjeshme të marsit? Po, mi kam kërkuar së kohë zotit Basha të dorëhiqej, sepse kuptova që nuk tërhiqte më dhe partia po shkonte drejt një përçarje. Për një kohë gjatë kam qëndruar as një anës, madje jam tërhequr nga debati politik dhe publik, me shumë dilema nëse duhet ta vazhdoja apo jo politikën. Pastaj filluan proceset e bashkimit të Partisë Demokratike në fillim e parlamentit në betejë, sepse kuptuam një opozitë me 3-4 grupe, thjesht ishte një dëm jo thjesht për opozitën vetë, po dhe 8 janari pastaj. Dhe për vendin, 8 janari ishte para 6 marsit.
Po. Në mars ishte... Jo, po 8 janari është kulmi, po them. Po, ishte kulmi, por është një ditë e keqe për gjithë demokratët, mendoj edhe ditë e keqe edhe për Shqipërinë, jo thjesht për demokratët, një ditë që s'kam dëshira as ta analizoj, as ta kujtoj. Jo, dakord, po më ka bërë përshtypje ke thënë në Laç, ky Lulzim Basha është trim, ma habite. Nuk e kam parë të frikur atë ditë, jemi ndershëm. Po ta them edhe sot, nuk e di arsyen pse. Si Lulzim Basha trim? Jo, nuk e di nëse Lulzim Basha është trim apo frikacak në ndërsinë e vet, por atë ditë në zyrë... Trim nuk është tani. Atë ditë në zyrë nuk shfaqi frikë, edhe unë këtë kam thënë në Laç. Që nuk e kam parë të frikur. Arsyet ku i ka patur garancit, i mbetet Zotit Basha, për ta shpjeguar pse nuk ka patur frikë. Por ajo unë thash atë që pash. Por ajo ka qenë një ditë e keqe, një ditë që as duhet ta fshi nga kujtesa nëse ka mundësi, sepse ne e bëm analizën pse Partia Demokratike nuk duhet t'i kthehet më asaj të shkuarit. Ju frymëzon fakti që një 81 vjeçar si zoti Berisha është kryetari i Partisë Demokratike dhe ju flisin për të ardhmen? Mosha nuk është ajo që përcakton për sa kohë që zoti Berisha është mjaft energjik, është në krye të punëve. Është një njeri i cili ka një eksperiencë askush tjetër në këtë shtet. Në 34 vite, ndoshta është personazhi, jo ndoshta, po është personazhi kryesor i ngjarjeve të mëdha të këtij vendi. Padyshim ngjarje politike dhe ngjarje të Partisë Demokratike, është personi që ka mbështet personaliteti, më saktë që ka mbështetjen absolute të mazhorancës të demokratëve dhe të qytetarëve, le të themi, që duan ndryshim, kështu që nuk shoh ndonjë mungesë sintonie në raport në pyetjen që u bët. Po si e tha ti zoti Gjekmarka më putët shpirtin fare. Po ti mbaje veten, mos u lësho. Po jo, po ju po e thoni kaq shumë, domethënë u fikët fare. Unë prisja që ta thonit me entuziazmin që karakterizon dhe vetë zoti Berisha. Unë këtë mënyrë komunikimi kam, unë nuk u ndryshoj. Jo, po jo se të njoh mirë tani, nuk e, ju jeni shumë i gjallë kur keni një gjë pasionante tani. Unë kam të mënyrë komunikimi dhe ky është profili im për të komunikuar dhe kjo është mënyra ime për të thënë gjërat. Zoti Gjekmarkaj, unë do doja të bëni për zgjedhësit tuaj një, po themi, një mesazh, t'i prit një mesazh, diçka që ju drejtoni për ata që na ndjekin, se gati 200.000 subscriber në YouTube, në dritare, nuk janë pak, ke plot elektorat aty të ndin. Kështu që te kamera këtu, një mesazh për gjithë dhe mund ta shkëputësh të, mund ta katosh edhe ta hedhësh te... Kam më të lehtë ju shoju se sa kamerën, po mendoj që Shqipëria ka nevojë, siç kemi nevojë për oksigjenin dhe për bukën, për ndryshim, ka nevojë për fitoren e opozitës, ka nevojë për largimin e qeverisë Edi Ramës, është qeveri e cila kërcet si pushkalisqe nga skandale dhe nga korrupsioni kudo. Ka vrarë besimin e shqiptarëve, të cilët nuk është se ja kanë dhënë, ka rrëmbyer në zgjedhjet e fundit, dhe besoj që 11 maj ndoshta do jetë një ditë e madhe historike për Shqipërinë, që mos shkretohet, mos bëhet më vogël nga çështë, por që shqiptarët ta shohin vendin e tyre si një vend që i fton, jo si një vend që i debon, ta shohin si vatrën ku kanë formsuar identitetin dhe kujtimin, po vendin e mundësive për të jetuar në standarde dhe në liri, jo një vend për ta mallkuar dhe për tikur, dhe besoj që gjithë bashkë me diasporën dhe me qytetarët ne ta bëjmë mundur këtë me 11 maj. E di çfarë më shpëtoi pa bërë një pyetje? Në një studim timin për historinë e kryeministrave të Shqipërisë, nuk ka asnjë katolik. 33 kryeministra, asnjë katolik. Se këtë ja mund t'ja bësh Gjekmarkajt këtë, nuk mund të kesh asnjë tjetër t'ja bëj përgjigje kësaj. Mendoj që i mungon historisë shqiptare një president apo një kryeminist. Më fal që Edi Rama thotë që jam pagzuar katolik. I vetëm. Këtë s'di ta them. Jo, e ka thënë vetë ai tani, kjo s'është as e jotja as e imja. Por nëse është drejta e tij të ndihet katolik, nuk e paragjykoj në binjet fetare. Por flas në 33 kryeministra nuk ka një katolik që është nga pikpamja tradicionale, mendoj në raport me kontributin që ato kanë në formësimin e identitetit të shqiptarëve në gjuhë, në kulturë, në letërsi, në politikë, në lidhje të mëdha diplomatike, ku konsolidohej shteti shqiptar, ku jepeshin
garancitë e një bashkëtese të qytetëruar ndërmjet shqiptarëve. Po? Kleri katolik, politikanët me origjinë, sepse unë s'du t'i ndaj shqiptarët në fakt, po më qenë se ju bëhet të pyetje, ndoshta dikush me prejardhje katolike ka merituar me kohë që mund të ishte edhe president i këtij vendi dhe kryeministër i këtij vendi, por nuk është e rëndësishme të jesh katolik për të qenë kryeministër apo president, ti je një shqiptar i mirë, ti je një shqiptar i ndershëm, ta duash të vend dhe pastaj ke shërbyer katolikëve dhe muslimanëve dhe ortodoksëve. Ju mund të ishit kryeministër ose presidenti i Shqipërisë? Jo, unë se kam këtë ambicje, unë po të thanë do thuash jo? Nuk me thot njeri i qetë, po të se dim? Edhe nuk e ndjej veten as pak. Prandaj, prandaj s'ka katolik, se thonë si ju, që nuk e ndjej veten unë. Po jo, mund të ketë të tjerë që e ndjejnë veten. Katolik? Po, katolik, musliman, ortodoks, po ka dhe katolik. Ja, po kjo 33 kryeministra, asnjë katolik, më fal tani. Se Ismail Qemali vendosi zvëns kryeministin e vendosi katolik. Dom Nikol Kaçorrin. Tillë ishin rrethanat historike, kishte Luiz Gurakuqin krah, kishte Dom Nikol Kaçorrin, kishte të tjerë, por ka patur gjithmonë, domethënë duhen lexuar humoret e këtij vendi. Bukur kjo. Kështu që Zoti Gjekmarkaj, unë të falenderoj shumë, jemi në fund të ishte shumë interesante, sidomos pjesa e rrëfimit jetës të për të parë, ju keni rrëfyer jetën tuaj, po shumë interesante, sidomos lidhja juaj me AZ+-in, për mua nuk është vetëm personale juaja, nuk është e vogël, është një histori shumë e madhe. Dhe më vjen keq që unë sot kisha në intervistë po themi një nxënës, jo më tepër një njeri të afërt të AZ+-it, të këtij personaliteti kaq të madh që ka nxjerrë. Nëse do që ta mbyllim me një batutë, me pyetje cila është unë ndjej lidhjen ose krahasimin e Patër Zefllumin është ai raporti që ka djathli me Hirrën. Po kush është Hirra? Unë. Kjo ishte batut? Batut. E mbyllim. Të falenderoj shumë dhe të uroj suksese në fushat dhe në 11 maj. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, ne ndoqëm një intervistë me drejtuesin politik të qarkut të Partisë Demokratike në qarkun e Lezhës dhe kandidat për deputet në zgjedhjet e 11 majit, zotin Agron Gjekmarkaj.